Ruje venin tanë xhami o musliman, për shkak se Allahu Azza wa Jall I ka zavendësu shumë njerëz e na zavendëson edhe mua e ty me dikan që është ma herë se sa unë e ti. Sa njeri u ka në saf e nuk është më në saf, është dikush tjetër në vend tina. Dikan e zavendëson për shkak të pleqnis, dikan e zavendëson me një arsye tjetër, e ndron një vend banim, e ndron një punë, edhe e zavendëson edhe ta zën venin tanë xhami që ti e kanë që aty. Të më thanë, nëse s'doket I shtrejt veni jët, edhe doket do qaj me pi mas iftarit, ma I shtrejt se sa veni jët në xhami, atëre maja men që ki ka me të zavendësu veni jët edhe veç kur të pa I shështull dikush tjetër në venin ta në xhami. Nëse e kanë sa fpar, dije që ka me kanë dikush tjetër, për shkak se ti ke dashtë edhe do qaj me pi mas iftarit. Te a kujton që Allahu ka nevoj për neve? Na kem nevoj për dinin tonë, kështu që ruje venin tanë, edhe banu shambull, banu ashtu që evladjët, fëmijët me kujtu që baba jam o shtull që të në xhami. Nesër mas nesër me ranë men që to kanë baba. E me të kujtu që aty ullën, e jo në përvene ku zban me të kujtu as I huj e lere ma evladjët. Lusëm Allahun Azza wa Jall na ruajt.